Keni vizituar shumë vende troje tona shqiptare, me dokumentar, fshatra, çfarë kalon përshtypje më shumë te qenia jonë shqiptare. Ka emisione kur shqiptari thotë nuk jam shqiptar. Kam djerë dhimbje në momentet caktuara. Kam djerë dhimbje sepse kam gjetur familje shqiptare ku më thoshin se gjyshja ka fol shqip, nona baba ka fol shqip, po unë jam diçka tjetër, shëdhimshme. Tregon fatin që kanë kaluar, që kanë përjetuar shqiptarët. Por nga krau tjetër është edhe një thirrje, një apel që ne t'i mbështesim, të përpiqemi t'i shplurosim, të rrëfejmë rrugën. Ne nuk mund të presim që ata shpesh ta bëjnë këtë gjë vetë, pa i mbështetur askush. Jo, ne duhet jemi pranë tyre. Dhe rasti më tipik mua më ka ndodhur në Sanxhak Pazarit të Ri. Kur unë kam qenë herën e parë, mezi kam gjetur disa njerëz, mezi jam orientuar, mezi kam gjetur disa banorë që më flisnin shqip. Kur kam vajtur herën e dytë, gjërat lëvizën jashtëzakonisht shumë. Kur kam vajtur herën e tretë, vinin nga të gjitha krahët shqiptarë, cilët donin të tregonin që ishin shqiptarë. Dhe rasti më tipik ishte në fushën e Peshterit sipër, kur ne na vjen një moment caktuar policia serbe. Kur ishte nuk di të flas serbisht. Dhe filluan duke bërtitur. Ne ishim 3 veta. Në një moment i them djalit largohet, paktën të heqim, të ruajmë filmimet që kemi bërë. Kur nga fshati që ishte më i afërt, dali një grup djemshtëri, të cilët filluan duke u bërtitur policisë serbe. Ne s'po kuptonim asgjë sepse gjithçka zhvilloi në një debat në serbisht. Dhe vjen pas një burr në moshë që fliste shqipen atë gegnishtën e vjetër, siç e ruajnë në Sanxhak, dhe thotë, "Shiko, po i përzen, po i thonë ç'pun keni ju me vllaznit tan." Pra, pavarësisht se ata kishin humbur gjuhën, kishte mjaftuar që ti gërvishtej identiteti i tyre me 2 emisione më parë, dhe tek i treti ata e kishin kuptuar që tashmë duhet t'i riktheheshin rrymëve tyre dhe më shihnin mua si vllajën e tyre. Siç shihnin çdo shqiptar tjetër. Është shumë e thjeshtë. Ne duhet të gjendemi pranë. Sot rrjetet sociale, mediat online, mundësitë e jashtëzakonshme që janë për të shpërndar, duhet shfrytëzohen për të qenë pranë tyre. Dhe kjo kishte bërë që këto raporte zvogloheshin, sepse sigurisht emisionet e para kishin vajtur tek ta dhe mua më ka ndodhur që ka marrë edhe shumë emaile apo mesazhe në rrjetet sociale nga shqiptarë të zonës Sanxhakut të Pazarit të Ri, të cilët kishin humbur shqipen, shkruanin në anglisht, ishin në Gjermani apo diku tjetër, që thoshte dhe unë jam shqiptar, e kishin qef, donin me u identifikuar që ishin shqiptar. Dhe pastaj kthehemi tek pjesa që mua më dhem, është fakti që ne nuk flasim kurrë për ta, në mënyrë institucionale flas. Domethënë shqiptarët e Pazarit të Ri për shkak nuk përmenden kurrë, nuk flitet për ta kurrë, nuk diskutohet për ta kurrë, nuk ka një plan se ç'do të bëhet me ta. Dhe kështu ndodh për fat keq me shumë zona që janë deshqiptarizuar, pra që kanë qenë diku shqiptare, ku sot flitet shqip, gjithçka të identitetit tyre kanë shqiptar, por deklarohen diçka tjetër. Dhe bukur është që në Sanxhak Pazarit të Ri se më kujtua, ka qenë dhe një element tjetër, edhe ata që më thoshin jemi bosnjak. I kuptova një hile po i quaj kështu dhe i thosha, "Dgjoj, ke vajzë djalë? Po. I ke martu? Po." Ata kanë traditë si në familjet shqiptare që mbajnë DVD të martesës. Dhe i thosha, "Ma veç çik DVD." E veshin DVD-n dhe këngët më qendrore të dasmës tyre kanë çou Rexho, çou Djalo, çou biri në nëso, apo vallën e Teutës. Pra edhe ata që nuk e pranonin fakt dasmën me valle dhe me këngë shqipe e bënin. Por ne duhet të gjendemi më afër. Duhet të kuptojmë çfarë kanë kaluar shqiptarët që mbetën jashtë Shqipërisë politike. Me kuptu vështirësitë dhe presionin dhe trysninë e jashtëzakonshme që kanë përjetuar. Dhe me ndihmu me u rikthy tek rrënjtë e tyre. Cila është ajo, domethënë me përmend institucionet shqiptare, po fus këto dhe Kosovën. Cila është kontakti i jot me ata? Ka kërkuar dikush ndonjë informacion ose si të qaset? Po flas për shtetin shqiptar dhe shtetin të Kosovës. Jo, për fat keq. Jo. Domethënë, prandaj e thash që në rastin e zonës Sanxhakut Pazarit të Ri, ku janë ekzistuar shqiptarët aty, as kërkush nuk ka ardhur kërkoj informacion. As kërkush nuk ka vajtur që të shohi se si mund të krijojë një lidhje me ta. As kërkush nuk ka thirrur dhe thotë, "Shiko,
si mundet të bashkëveprojmë që të përpiqemi që këtyre shqiptarëve të gjendemi afër. Jo, kjo nuk ka ndodhur. Kjo është nga ato elementet që ne të shalojmë gjithmonë. Pra nuk dim të funksionojmë në mënyrë institucionale dhe për t'i mbështetur shqiptarët në vështirësi të tilla. Ne nuk mund t'i lëmë ata sikur nuk ekzistojnë. Sepse kur shkoja në shtëpinë e njërit prej tyre atje, Sali Bajrit, gjithmonë thoshte edhe mos na harroni se të djegun jena ne për Shqipni. Unë si harroj fjalët atij burri. Ma ka thënë disa herë se argën vajt. Sepse i vinte nga shpirti, nga zemra, nuk ishte qenë kur në Shqipëri, asnjëherë. Ama Shqipërinë e kishte gjithmonë brenda vetes tij. Dhe si mundet tani ta lëmë dhe mos ta mbështesim atë njerëz? Si mundet t'i lëmë dhe mos i mbështesim shqiptarët e Sanxhakut dhe shqiptarët ku do janë? Nuk mund të pranojmë që të vazhdojë dhe sot në zonat caktuara asimilimi. Është e pafalshme. Kjo punë që bën Marini, që bën ju, a është kauz apo është një punë televizive që ne ke profesion? Është gjak. Është diçka që mua m'rrjedh në vena, është zemër, është shpirt, është diçka që ti e ndjen për brenda. Nuk e shpjegon dot. Është diçka që ty të vjen natyrshëm. Është një emocion që ti nuk e përballon dot. Kur ti takon një shqiptar atje dhe kur ai të flet dhe kur ti kupton dhimbjen që ka kaluar, historinë e tij, ti e ndjen për brenda vetes. Unë nuk kisha zgjedhur të bëja një gazetari më komode. Por jo, nuk e dua këtë lloj gazetarie komode. Dua një lloj gazetarie që ti shërbej çështjes shqiptare, të na shërbej. Dhe përpiqem të vë një gur, sado i vogël qoftë, në atë që unë e quaj një kështjellë të madhe që është kështjella e çështjes shqiptare. Sigurisht që sa më shumë të bëhemi bashkë, të përpiqemi të vëmë secili nga një gur, do ta bëjmë kështjellën tonë shumë herë më të fortë. Nuk duhet jemi të prirur që hajde të krijojmë secili një grupim, një shoqat dhe të rim kështu të ndarë, secili për hesap vet, kur thot populli. Jo, ne duhet bashkohemi dhe të koordinojmë të gjitha veprimet që bëjmë. Dhe të krijojmë lobingje shumë herë më të forta se i kemi krijuar deri më sot. Kemi luftuar dhe jemi mbjetuar për të mbrojtur trojet tona. Ky është thelbi. Dhe prandaj duhet të shkojmë këtyre shqiptarëve të shumë të asimiluar, me mbështet dhe me bëu me kuptu gjithë të histori, gjithë të vështirësi që kanë kaluar.